Gjatë fillimit të kësaj jave, si rezultati mbi zotërimit të motit të keq, edhe në qarkun e Elbasanit kanë rënë rreshje të dendura shiu, breshëri dhe dëbore, veçanërisht në zonat e thella malore të Librazhdit, Përrenjasit, Gramshit dhe Elbasanit. Gjatë fillimit të kësaj jave, si rezultati mbi zotërimit të motit të keq edhe në qarkun e Elbasanit, kanë rënë rreshje të dendura shiu, breshëri dhe dëbore, veçanërisht në zonat e thella malore të Librazhdit, Përrenjasit, Gramshit dhe Elbasanit. Fenomenet atmosferike të rënduara kanë krijuar vështirësi të përkohshme për lëvizjen e automjeteve në disa fshatra, ndërsa situata për pak kohë ka kërkuar ndërhyrjen e shpejtë të autoriteteve dhe shërbimeve emergjente. Në Furstudën të Librazhdit, mëngjesi në kësaj të martët, trashësia e dëborës ka arritur 3 deri në 5 cm, sipas Albert Kalecit, kryetari i njësisë administrative Stëblev, ndërsa në parkun kombëtar Shebenik, trashësia e dëborës ka qenë më e madhe, duke arritur nga 15 deri në 25 cm. Situata ka qenë më e rënduar në fshatrat e tjerë të qarkut Elbasan që ndodhen mbi 900 metra lartësi mbi nivelin e detit, ku trashësia e dëborës ka shkuar deri në 10 cm, e shoqëruar edhe me ngrica. Megjithatë, për momentin rreshjet kanë pushuar dhe temperaturat janë ulur ndjeshëm, duke krijuar një ndjesi të fortë të dimrit, krahasuar me ditët e ngrohta të verës. Në lidhje me pasojat e motit të keq, burimet zyrtare nga emergjencat civile raportojnë se nuk ka pasur probleme serioze në qarkun e Elbasanit, si rezultat i kushteve atmosferike të 2 ditëve të fundit. Përveç disa defekteve të shkaktuara në rrjetin e shpërndarjes të energjisë elektrike, të cilat u riparuan gjatë ditës së djeshme, nuk ka pasur probleme të tjera. Megjithatë, autoritetet vendore po monitorojnë nga afër situatën dhe janë të gatshëm për ndërhyrje të shpejtë në rastet në nevojë. Në përgjithësi, edhe pse rreshjet intensive dhe temperaturat e ulta kanë shkaktuar disa vështirësi, gjendja është mbajtur nën kontroll falë ndërhyrjes së shërbimeve të emergjencës dhe bashkëpunimit të institucioneve lokale. Kompanitë e mirëmbajtjes së rrugëve janë angazhuar në pastrimin e akseve të rëndësishme dhe ruajtjen e sigurisë së përdoruesve të këtyre rrugëve, veçanërisht në segmentet e rrezikshme sikurse janë kthesa e Murashit, kthesa e Dragostunjës dhe kthesa e Pishkashit, si edhe në zonat malore që janë më të prekura nga rreshjet e borës.